e shënoi 3 pikshin më të vlefshëm në ndeshje. Dante Clark e dërgoi Sigal Prishtinën e përsi prej 2 pikëve 5 sekonda para fundit. E në këtë kohë Beslidhja pati edhe një shans, por Eldi Hyda shënoi vetëm një gjuajtje të lirë, kurse Julian Hamati nuk ishte i saktë në gjuajtjen për 2. Kështu Sigal Prishtina e fitoi dramën basketbollistike në çerek finale të Ligës Unike. Bardhë triumfuan 80-79 me përsinë e vetme, të cilën e arritën në sekondat e fundit. Beslidhja gjatë gjithë kohës ishte në avantazh, madje deri në plus 22 pikë, por në fund u desh të pajtohej me humbjen. Kështu edhe ekipi nga Lezhë e humbi betejën me ekipët kosovare. Më meritori në triumfin e bardhëkaltërve ishte Damon Stone me 26 pikë, teksa 23 të tjera ishtoi edhe heroi prishtinase Dante Clark. Në gjysmëfinalet e edicionit të tretë të ligës mbarkombëtare do të ketë vetëm përballje të ekipeve nga Kosova. Sigal Prishtina takohet me Trepçën, teksa Ylli ndeshet me Pejën. Sfidat gjysmëfinale zhvillohen nesër dhe transmetohen direkt në Art Motion.